Mëngjesi, mirë se vini në një video të re këtu në kanalin tim. Sot është data 1 qershor, kështu që gëzuar festën të gjithë fëmijëve dhe gjithashtu edhe të rriturit që kanë akoma të fëmijën brenda vetes së tyre. Kështu që sot për aurën është 1 qershori i parë, ne kemi vendosur është edhe ditë e diel, jemi të gjithë pushim. Kështu që kemi vendosur që të ikim në një vend të bukur, në një lago, në një liçen që nuk është shumë afër, është diku 2 orë me makinë. Por që jemi zgjuar të gjithë herët sot edhe do bëhemi gati tani dhe të ikim. Aura ka veshur badin e vet me hello sweetie. Jeta ime. Kjo është periudha ime e preferuar për fëmijët, kur vishen kështu dhe i nxjerrin këto kofshët edhe krahët jashtë njërë, t'ja hash fare. Në shpirt. Ne u bëm gati më në fund, jemi në makinë. Okej, eri dhe Niko. Se vajti si për të merr disa gjëra që i duheshin, në momentin e fundit u kujtuam. Kështu që jemi gati, por është një vapë e tmerrshme sot. Kështu që duhet ikim sa më shpejt jetë e mundur të nisemi, se unë po plas vape këtu në makinë. Edhe siç e patë dhe Aurën e kanë veshur thjesht me një badi me kratë shkutra edhe poshtë nuk i kanë veshur gjë fare. Ne po ikim në një destinacion që akoma nuk e kemi vendosur 100%, por që shpresoj të jetë i bukur edhe t'ja vlej të paktën. Edhe dua të bëj një foto të lezetshme që ta kemi edhe kujtim me Aurën, meqense është edhe 1 qershori i parë, por që të shikojnë çfarë do bëjmë rrugës, nuk kemi asnjë plan specifik. Por që duke parë duke bërë i bie, është akoma herët 10:30 po shkon, nuk është se jemi shumë vonë. Kemi gjithë ditën para, plus edhe tani erësohet shumë vonë. Bëjmë ndalesën e parë se na duhet karburant për rrugës. Tani jemi rrugës, po si që thash, është gati 2 orë rrugë, apo jo, Niko, sa ishte 2 orë? 2 orë në shtëpia. 2 orë për t'ikur deri tek lago. Edhe ndërkohë rrugës po pija një Crodino. Në fakt kur isha në Shtatzani, nga që nuk mund të pija alkool, as tani që jam në Gjithëdhënie nuk mund të konsumoj alkool, por që tani mund të alternosh pak me oraret, mund të pish pak sasi edhe mjafton që t'i japësh bebit pak më vonë për të pirë. Por që në Shtatzani s'mund të pish fare, kështu që kam zëvendësuar çdo gjë kur dilja ose edhe në shtëpi me këtë Crodinon. Më përpara e kisha shumë i atë se më dukesha shumë e hidht. Kështu është, e hidh, si shije, e hidhet, po e hidhet si shije, edhe nuk më ka pëlqyer. Tani më pëlqen edhe e konsumoja, kështu që tani më ka ngelur kjo shija dhe më pëlqen akoma. Kështu që po, tani më duket shumë e mirë me thënë drejtën, më përpara nuk e di pse nuk më pëlqente fare. Edhe kështu tani po pim këtë, po shpresoj që të ndalojmë edhe ndonjë autogrill rrugës, nuk e di, do ndalojmë apo jo? Se në fakt të kishim për pak pushim edhe të nisemi prapë. Po. Por që të bëjmë pak pushim edhe të nisemi prapë. Pastaj Aura ndërkohë po fle. Aura ka një gjë shumë të mirë që sa hipën në makinë fle gjumë. Edhe kur janë rrugët e gjata, edhe kur kemi ikur në Milano, nuk e di sa ishte rrugët për në Milano, sa zgjati. 3 orë. Po. Edhe nga momenti që hipëm, në momentin që zbritëm atëherë u zgjua, kështu që e bëri të gjithë rrugën në gjumë, edhe këtë ka shumë mirë, kur kemi udhëtuar me avion e njëjta gjë, edhe shpresoj me kalimin e kohës që do rritet, mos ta ndryshoj këtë gjë. Që gjatë gjithë rrugës nuk na shqetëson fare që të qaj apo të grindet, është gjithkohës në gjumë. Nisa po bëjmë një ndalesë tjetër dhe unë ndërkohë po ja pak Aurës të pi, më qenë se nuk është se kemi bërë shumë rrugë, por që 2-3 orë rekomandoj që të rrësi Gjulino, por prapë me qenë se ka pak edhe është goxha vap, sa është më mirë të bëj pak pauza, pak pushim. Ndërkohë çunat duket kanë marrë qershi. Gjetët. Bravo. Shiko, gjetën, okej, nuk kanë marrë shumë, por që janë mjaftueshëm. Unë në fakt nuk kam ngrënë fare qershi për këtë vit, këto do jenë të parat dhe uroj që të jenë të mira. Ndërkohë flokët kanë kap një model alla Claudia. Niko, të pëlqyer qershit? Mirë, shumë mirë. Mirë janë. Janë shumë kokër mëdha.
e di pse këto vitet e fundit qershit nuk janë mirë. Me çmime, gjithmonë super shtrenjtë. Nuk e di tani në market sa janë. Ndoshta mund t'jenë edhe pak më lirë, por që prap janë shumë të shtrenjta si çmim. Por unë kam shumë qefje, shumë të mira. Më duket se arritëm, jemi goxha afër. Po. Besoj se ky është liçeni ku do shkojmë apo? Po, si kishte emrin? Levico. Si? Po, Lago di Levico. Lago di Levico. Kështu ishte emri, tani këtu nuk duket shumë, po besoj që ky mund të jetë. Shiko, ka si ata që bëjnë xhiro me kanoa, me varga të vogla. Ajo po. Do të bësh xhiro atë, po ke prit. Po me kanoa pak më ndryshe, se nuk e di nëse ka çfarë po shikonim, që këtu midis maleve po bënin xhiro me ato parashutat dhe atë s'do bëja kurrë, nuk e di. Duket shumë e frikshme. Aq më pak me këtë pamjen e malit, jo se po t'ishte det ose kështu do ishte pak më mirë. Po me male duket akoma dhe më frikshme. Ne sa po arritëm edhe parkuam makinën këtu. Po çunat po paguajnë biletat për parkimin dhe po bëjmë plazh. E kishim me një mendje për të marrë rrobat e plazhit me vete, por që mendojmë që do ishte goxha ujë ftohtë, por që këtu po bëjnë që të gjithë. U pendova, po me të vërtetë që është shumë vap. Ne ndërkohë erdhëm të ulemi në restorant për të ngrënë drekën, se si që shikoni njerëzit janë shumë përgatitur si për plazh, kanë marrë edhe peshira dhe rroba banjo dhe çdo gjë me vete, ndërkohë që ne nuk kemi asnjë gjë dhe dielli është shumë i fortë. Kështu që të ulemi të konsumojmë drekën një herë dhe pastaj të shikojmë. Më sy duket shumë e mirë kjo, po ta provojmë. Po ti? Ndërkohë Niko ka marrë çfarë është kjo? Kjo ishte tagliata Black Angus. Jo, s'ishte tagliata, më duket se ishte controfiletto. Tutto bene, signori? Okej, mirë duket. Ne tani mbaruam drekën edhe erdhëm këtu te liçeni, por që të gjithë njerëzit janë duke bërë banjo shumë bukur. Ne kemi ardhur çik të papërgatitur, por prapë jemi ulur këtu afër. Edhe po rrim, ishte një vap e tmerrshme, tani ka ikur pak dielli, po prapë unë ndjej shumë vap. Edhe si u duk ju ushqimit e lokali ju grupi? Shumë mirë. Po, ishte shumë mirë, se zakonisht në për këto vendet ka ushqim shumë skandaloz, por që ati ishte shumë mirë, na shijoi ushqimi, ishte në rregull. Tani po rrim pak këtu, të kalojmë pak kohën këtu tani, meqense është shumë relaks, shumë bukur, ka shumë gjelbërim edhe ka pafund njerëz. Besoj do rrim edhe pak këtu, auri ndërkohë ka zënë gjumi, është e rehat aty te karroca vet. Ne do rrim edhe pak, nuk e di, nuk është se kemi ndonjë plan specifik, por që të shijojmë pak të pjesën këtu të liçenit edhe të shikojmë çfarë do bëjmë. Ne tani jemi në makinë edhe sa është ora pak a shumë Niko? Ora është 6:35. 6:30, është akoma herët, meqense ersohet vonë edhe ne jemi duke ikur për në shtëpi, po mendonim që të ndalojmë në një liçen tjetër që kemi parë që është i lezetshëm. Edhe të ulemi të pimë ndonjë gjë, nuk e di sa do ja dalim, por që kështu është plani deri tani. Edhe unë për momentin po ndihem goxha e lodhur, edhe ti Niko kështu thesh parë. Pranoje para kamerës. Tani ose ne po plakemi ose unë nuk e di, por që është mirë. Sa ka te? Aura si gjithmonë sa hipën në makinë zuri gjumi, edhe tani prandaj qau pak, por që është akoma në gjumë. Edhe kështu, tani shpresoj ta gjejmë atë liçenin tjetër, edhe të ulemi të pimë ndonjë gjë dhe pastaj të ikim direkt në shtëpi. Ndërkohë ne erdhëm te ky lago tjetër, te ky liçeni dhe është shumë herë më i bukur, duket fiks si një vibër bregdetare kjo këtu. Edhe nuk ka shumë njerëz, kjo është më e rëndësishmja, nuk është i mbi populluar dhe është më relaks. Dhe vendose se ti këtu afër akullaren shtëpi. Vai tu. Io te lo senza questo, Sì, che perché non mi piace, volevo vedere questi.
Ok, bravo. Bravo. Shpirti. Mëngjesin nga dita tjetër, ne jemi bërë gati dhe po ikim që të pim një kafe. Sot pak është ditë e hënë, por që këtu në Itali është një fest, nuk e di fix çfarë fest është, por që janë të gjithë pushim. Dhe na kanë ardhur edhe dy shok nga një qytet tjetër, kështu që do mblidhemi të gjithë bashkë. Mbrëm kemi ardhur goxha vonë, mund kemi qenë rreth orës 11 në shtëpi, edhe kemi qenë ekstremisht shumë të lodhur, edhe sot e kemi marrë goxha me Terezi, avash, jemi zgjuar vonë, jemi bërë gati, edhe tani po ikim që të pim kafe. Po të redi kush po? Ne erdhëm në market, kështu që do kalojmë pas ditën tonë në market, se kur vim këtu, kalojnë 2-3 orë të mira. Kështu që të shikojmë çfarë mund blim dhe gjë që na duhet. Mirëmëngjes nga dita tjetër, sot jemi bërë gati dhe do ikim në një qendër tregtare. Ndërkohë kemi radio në fond dhe po pres do ikim me motrën time dhe me Aurën. Oj drit. Aurën sa e hipëm në oveto edhe tani do filloj të çaj pak sa të zërë gjumi. Nuk është se çan tamam, po grindet edhe sa të flej. Ndërkohë bëm dalisën e parë te Pepco. Këtu ka gjëra edhe për tritur dhe për fëmijë. Por që për fëmijët është një shpëtim, ka çmime shumë ekonomike, kështu që të shikojmë nëse mund të gjejmë ndonjë gjë për Aurën. Njerëzit vërtet që nuk janë normal, nuk e kuptoj pse disa njerëz nuk logjikojnë shumë edhe ose acarohen ose duan të bëjnë vetëm atë që i leverdis atyre, edhe nuk intereson fare kanë apo s'kan të drejtë. Nisa po hipëm në makinë që mbaruan punë te Pepco, edhe ngjitur me ne ishte një parkim makine, po ishte vend i vogël dhe parkoi një grua që mund të ishte mosha e mamit ton, edhe po i thoshte drit, se ndërkohë Aura po flem, edhe po i thoshte motrës time që dilti, pse po rri në makinë, ndërkohë që motra po vinte navigatorin që të shkojmë tek një pasticeri që duhet porosesim tortat për gocat. Po vendose navigatorin, kishte punë të veta, nuk është se po rrinte kot në makinë, dhe ajo i thoshte ik ti që të dalu nga makina. Ndërkohë, më fal, nuk është se ke paguar, është një parkim publik, kishin parkuar gjithë aty, unë iki kur të dua, jam me makinën time. Edhe nuk e kuptoj si e logjikojnë këtë gjë, edhe po bënte si shumë e revoltuar, e acaruar. Nuk e di fare, nuk e di si e logjikojnë këta njerëz ndonjëherë. Dhe mendojnë që kanë gjithmonë të drejtë, dhe pastaj iku fare që aty e acaruar edhe parkoi diku pak më larg dhe doli si zonjë. Shumë mirë. Kështu që nuk e kishin për detyrë të dilnin meqense donte ajo. Edhe aq më pak nuk po rinin për iratin e asaj, kishin punën tona. Tani po presim, motra ime shkoi të porosisi tortat që na duhen për ditëlindjen dhe pastaj do shkojmë në një qendër tjetër tregtare, te Pepco morëm pak gjëra, i kemi lënë këtu edhe do ja tregoj kur t'ikin në shtëpi. Te Zara pas kemi gjëra me ulje dhe po shikoja këtë fund pantalonin. Okej, ngjyra nuk duket këtu, është shumë limon i bukur. Është super. Tani mbarua me shopping te Zara, se disa gjohem. Edhe mendova që nuk do gjej asnjë gjë, por që gjetëm disa gjëra sot. Tani jemi ulur edhe do ham diçka te Meku. Gjithmonë kur vim këtu te qendra tregtare, përfundojmë duke ngrënë te Meku, edhe jo se nuk duam, na pëlqen këtu. Po që edhe Aura është duke pirë. Unë po pres që të më bëj ushqimi im, të haj dhe unë marrë me energji se u lodhëm. Ne erdhëm në shtëpi, kemi pak, kur e hatuam, pushuam pak se u lodhëm të methi, këto qendra tregtare gjithmonë lodhesh ekstrem shumë, të paktën për mua.
dhe pushova pak, hundrova, vesha pijamet e mia që isha rahat, dhe t'ju tregoj pak çfarë gjeta te Zara, që shumë rrallë ndodh që unë të blej diçka te Zara, nuk më pëlqen asnjëherë, nuk e di pse, ose më duket stil shumë që nuk më përshtatet, ose çmimet që kanë nuk më pëlqejnë për atë që do marr. Kështu që asnjëherë nuk marr, por që këtë radhë me fat nga kjo anë, edhe mora disa gjëra te Zara. Tani kjo shesja, kjo çanta kartonit më saktë, më përpara u gris, sa e sollëm në shtëpi. Është një tmerr, por që gjithsesi e morëm. T'ju tregoj fillimisht këto badi, vetëm këto mora në fakt te Pepco për aurën, edhe ju thash që doja të shikoja, meqense tani është ngrohur shumë koha dhe s'mund t'i vesh me badi me krah gjata, dhe mora këto me krah shkurtra. Këto ishin 5 copë, ishin vetëm 10 euro. Kështu që për të ndruar tani në verë janë super të mira. Kështu, vetëm këto mora, nuk është se mora shumë për aurën. Pastaj tek Zara, shikoni pak. Tani nuk e di sa do duket këtu në video, se jam edhe unë në një pozicion pak të keq, e kam dhënë telefonin pak keq, por që shikojeni pak sa i bukur që është. Edhe ngjyrën e ka të baby rose, shumë i bukur, dhe vjen pak i hapur poshtë, pak si me pala, nuk e di si ta shpjegoj, por shumë i bukur. Kështu, edhe ky ishte, sa lek ishte ky, se më mend. Këtu paska, nuk e paska të, o drita ime. Këtu besoj që ky mund të ishte diku te 25 euro, diçka e tillë, ishte bërë me ofertë. Por që nuk që ka çmimi këtu te kjo tjetër, shikoni pak. Janë këto fund pantallon, janë pantallona nga ana tjetër poshtë, dhe ngjyra është ky limoni, po shumë i bukur, edhe ky ishte me ofertë, ishte bërë 15 euro. Edhe më pëlqeu shumë se e pash nga ngjyra gjë e parë, dhe pastaj edhe veshurin të shumë mirë. Edhe ky fustani tjetër, ky është akoma më veror, ka këtë stilin, ka dhe këtë materialin si lino, është shumë i mirë. Ka këto lidhjet këtu sipër që t'i bërë si fjongo, është kështu. Edhe i shkurtër, dhe ky ishte 23 euro, besoj që është me ofertë, se ka një çmim tjetër poshtë, nuk e di sa ka qenë më përpara, dhe ky shumë i bukur. Pantallonat të bardha që janë perfekte për këtë periudhë, mendoj se të gjitha këto pantallona që janë si lino janë të gjitha transparente, nuk gjen një palë që t'jenë të përshtaten dhe mos të duket që ke veshur poshtë, kështu që xhinset janë shumë të bukura, dhe këto ishin super yll, edhe poshtë vijnë shumë të gjera. Edhe kështu, këto ishin 30 euro, edhe këto janë bërë me ofertë, se ka një çmim tjetër poshtë, por tani nuk do e heqe ta shikoj, apo nuk hiqet, e kam vënë shumë mirë këtë. Edhe këto ishin me ofertë. Tjetër, bluze të thjeshta, të bardha, kjo. Këto i kam marrë gjitha masa më, kjo ishte 7 euro, edhe kjo besoj me ofertë, nuk e di. Kjo ishte 7 euro, shumë e bukur, e thjesht, e kombinon me çfarë të duash, dhe e fundit ishte kjo tip kanatiere për zhurma këtu jashtë. Se dëgjojnë shumë zhurma se kanë lënë pak edhe këtë dritarin e balkonit hapur, se është goxha vap. Zemra ime, si ndet me jetë. Dhe tjetër është kjo, ngjyra kafe shumë e bukur, si çokoladë, edhe këtë mund ta kombinosh me çfarë të duash, janë këto të thjeshta që i vesh me çfarë të duash. Këto ishin gjitha, tani fakturën totale nuk e paska. Dhe këto ishin gjitha gjërat që blem sot, blem edhe ca gjëra të tjera, por që nuk është se janë për t'u treguar, janë më tepër dhurata që kemi blerë për personat që ka ditëlindje. Tani ky muaj qershor, për mendimin tim, është full me ditëlindje. Edhe blem disa dhurata, organizuam ca gjëra të vogla që ndoshta i tregoj tek video radhës, nuk e di, pasi të kenë kaluar ditëlindjen. Dhe kështu, po mendoj ta bëj këtu mbylljen e videos, meqense mos të dalë edhe shumë e gjatë. Shumë faleminderit që e keni parë këtë video, mund të bëni follow në Instagram, mos harroni të bëni një like edhe një subscribe dhe një dëshimit e video radhës.